Nuk jemi duke folur vetëm për një skemë mbështetëse financiare, por edhe për një vizion më të gjerë, atë për një republikë ku arsimi është i qasshëm, i drejtë dhe i barabartë për të gjithë. Tash me bursën e mobilitetit për studentët, qeveria jonë po adreson një sfidë reale me të cilën janë përballur shumë studentë ndër vite. E kjo është kostoja e udhëtimit drejt universitetit. Kjo skemë është e bazuar në nevojën dhe dizajnuar mbi parimin e drejtësisë sociale, sepse ne besojmë që distanca gjeografike dhe gjendja ekonomike nuk do duhet të jenë pengesë për arsimin cilësor. E dim që shumë familje shpenzimet e përditshme të transportit i kanë barë të rëndë. Prandaj edhe kjo bursë nuk është veç se përkrahje financiare, është mesazh i qartë se shteti është në anën tuaj dhe se investimi në arsim është investim në të ardhmen e Kosovës. Gjatë këtij mandati qeverisës i kemi ndarë dikund afër 18.000 bursa në një buxhet të gjithëmbarshëm prej rreth 20 milionë euro dhe në vijim do ta dyfishojmë buxhetin për bursa. Nuk ka kategori shoqërore e cila mund të tregoj se ka po shkon zhvillimi socio-ekonomik e kulturor i vendi, sikurse ajo e studentëve të universitetit.